Hari ka fjalën, ju lutem sa më shkurt 3 minuta që të marrin dhe të tjerët fjalën. Them drejtën, e prita ftesën e profesorës Shlilit me një lloj kënaqësie, për shkak të një përvoje si mësimdhënës, po sidomos i lidhur me kulturën. Data e zgjedhur është simbolike. Është simbolike në kuptimin që në fakt nuk na çonte shkolla e parë shqipet, por na çonte respekti për mësuesin, i cili nuk është profesion, siç thotë Çabej i Madh, është mision. Misioni mbetur në udhkryq, do të thoja. Dhe trajte menden në një fakt, siç është shkolla sot do jetë Shqipëria nesër. Siç është kultura sot do jetë njeriu nesër. Do jetë jo njeri i ri të merr. Pra, të vesh gishtin në plagën më të mërshme, sepse është një krizë politike, ekonomike, krizike, etj. Kriza shpirtërore buron nga mungesa e shkollës dhe nga mungesa e kulturës. Kjo është kriza reale. Kjo është kriza e ikjes nga vetja, e ikjes nga dheu, e ikjes nga koha e tij. Dhe të mendosh se mund të rregullohet shkolla kur kanë krye një kumbaro, bëri ç'bëri ajo me teatrin, ja hoqi mbrojtjen. Bëri ç'bëri me turizmin, e ngushtoi hapësirën. Nuk e di çfarë iluzionesh kemi. Pra janë ekspert të shkatërimit të kulturës, janë ekspert të shkatërimit të turizmit dhe janë krye-ekspert të shkatërimit të arsimit. Pra, kemi të bëjmë me një shpresë dhe iluzion i cili duhet na kthjellojë. Çfarë mund bëjmë në këtë situatë? Ose le të marr vetëm një fakt. Ngrihet Akademia e Shkencave dhe bën fjalorin vetëm. Si mund përjashtohet Akademia e Shkencave të Kosovës dhe të marrësh përsipër të pronëzosh, të privatizosh një gjë që është e shqiptarëve që e flasin gjuhën shqipe. Nuk do të hyj në detaje sepse do ishte e panevojshme e tepërt, por që me këtë gabim unë do thoja që ai fjalor ka jo pak probleme. Hidhni syt nëpër Tiranë. Tirana ka vetëm kulla. Tirana është vetëm beton. Tirana nuk ka teatr, u bë një turbinë prapë me atë kumbaron. Por nuk e di se çfarë teatri është. Nuk ka kinema. Hapësirat e gjerbra sa vjen dhe zihen. Pra, në çdo kuptim i merret fryma. Në çdo kuptim dhe sidomos në perspektivën që ta jep shkolla dhe sidomos në urdhën shpirtëror që ta jep letërsia dhe arti. Jemi më keq se kur ishim shumë keq në kohën e Enverit. Faleminderit.